Rekonstruksioni i plotit shkollës nëntëvjeçare Ndrej Mjeda në Shkodër është ende në proces, një financim ky i Ministrisë së Arsimit dhe Bashkisë Shkodër. Inxhinieri Adrian Kalamishi bëri me dije se përfundimi i punimeve është parashikuar janarin e vitit 2026, por gjithashtu theksoi se 2 brigada po punojnë me kapacitet të plot për të përshpejtuar procesin, me synim që shkolla të jetë gati në nisje të vitit të ri shkollor 2025-2026. Ne të punu me intensitet lartë, për arsye se kemi futur dy brigade të veçanta në pjesën e vjetër që do të bëhet rekonstruksioni dhe në pjesën e re, dhe besoj se do të ecën paralel me të dy ambientet njëkohësisht. Ne të mund me kry sa më shpejt që të arrijmë para afatit, mund të kry në shtator që të jetë gati për fillimin e vitit të ri shkollor. Punimeve i është shtuar edhe ndërtimi një godine të re, e cila do të përfshi kopësht dhe disa klasa shtesë. Inxhinieri Kalamishi theksoi se të gjitha ndërhyrjet po realizohen sipas standardeve më të mira dhe do të garantojnë kushte bashkëkohore si për nxënësit, ashtu edhe për stafin pedagogjik. Punimet janë të ecë me intensitet lartë. Kjo konsiston në rekonstruksionin e pjesës vjetër dhe një shtesë që do të bëhet pjesa e re. Pjesa e re që do të bëhet shtesa është një ndërtesë nga fillimi me konstruksion betonarme 4 kate dhe shtohet një kopsht me 2 ambiente plus çdo kat ka 4 klasa shtesë dhe ambientet e banjës, ambientet dhimbse me pjesën e drejtorisë dhe ndërhyrjes së ndërhyrjes. Ky investim është pjesë e një ndërhyrje që po realizohet në disa shkolla të qytetit. Shkolla Ndrej Mjeda është ndër më të mëdhat në Shkodër. Në nisje të vitit shkollor kishte 800 nxënës. Këta të fundit po realizojnë procesin mësimor në shkolla të tjera me turne deri në përfundimin e rikonstruksionit.